Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë zonja dhe zotërin, patjetër që do flasim për çmimet në tregjet tona, të cilat duket se po arrin në nivele Dubai, edhe pse pamjet nuk janë si në Dubai, sidomos për ata që qarkullojnë këtej nga Astiri. Aty ku ndodhet edhe syri televizion dhe shiten frutat në rrugë, por me çmime stratosferike, astronomike, në varësi edhe të preferencës suaj lingvistike. Grigel Smuçollari kam në studio, është ndoshta më i specializuar në Partinë Demokratike për çështjet e konsumatorit dhe halleve të përditshme. Mirëmëngjes Smuçollari, mirë se erdhe. Je profilizuar te problematika e përditshmërisë. Në fakt, profilizimi nuk ka ardhur, ku diun si të themin si qëllim vetvete. Jo, si qëllim vetvete apo si një përqasje të dëshirave të mia për të profilizuar në këtë çështje, por ka ardhur si problematika kryesore që i prekim në familjet tona si fillim, por dhe duke takuar qytetarët dhe problemet që ata hasin çdo ditë. E kuptoj dhe vlerësoj këtë gjë. Ndërkohë Artur Riba është gjithashtu me ne eksperti çështjeve të tregut. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për kohën tuaj. Dhe do të kemi pak më pas sigurisht edhe një mik, veçanërisht armik i hileve me ushqimet, siç është Granit Sokoli. Por do doja të filloj pak nga çështja e çmimeve. I kemi parë, janë bërë objekt bisedash, kronikash, por ende nuk kemi parë një dorëzim. Është folur madje deri aty sa ka arritur flitet për tollona. Nga ana e kryeministrit, mund të rikthehen tollonat. Grigels, në vlerësimin tënd, si është reagimi i tregjeve shqiptare, duke filluar nga nafta ke domatja? Tani për te faktit për të folur për situatën aktuale, që është dhe tregu se si reagon tregu shqiptar në raport me ndryshimet që ndodhin në tregje ndërkombëtare, çmimet në Shqipëri kanë një formulë që jo fort të rregullt dhe jo fort të drejtë, por herpa se të drejtë, që do të thotë që kemi vënë re që në Shqipëri çmimet vazhdojnë rriten, ndërkohë varfëria apo të ardhurat bien, kështu që kjo nuk është një raport normal i tregut. Dhe kanë lidhje me një qasje dhe me një përqasje më saktë të qeverisë për një model ekonomik se si zhvillohet vendi. Dhe kur ti modelin ekonomik e bazon në pastrimin e parave, atëherë patjetër që do të ketë deformim të tillë, sepse koncepti i pastrimeve të parave, përveç se në një farë mënyre i bën dëm shtetit, deformon tregun, ai krijon dhe një raport jo real, që do të thotë që unë kam dëgjuar që kohët e fundit ose vitet e fundit ka shku pastrimi i parave edhe nëpërmjet furrave të bukës apo pasticerive, që do të thotë që si këto biznese, absolutisht po, që do të thotë këto biznese nuk kanë qëllim në një mënyrë apo tjetër të krijojnë dhe të fitojnë para nga biznesi primar. Por ata që ndrojnë në treg vendosin çmime të larta, pasi me çmimet e larta mundet në një mënyrë apo një tjetër të pastrojnë më shumë para, dhe në një farë mënyre këtu krijohet një realitet surreal ku të themi një biznesmen i ndershëm, që i cili mund të kishte një furbuke apo një pasticeri, e ka të pamundur të konkurojë pasi ai ka kosto reale, ndërkohë dhe duhet fitojë disa para për të investuar prapë në biznesin e vet apo për të mbajtur familjen e tij. Ndërkohë në krahun tjetër kemi të bëjmë me një konkurrencë të pandershme, i cili do të vetëm të pastrojë paratë të cilat kanë ardhur në mënyrë dyshim, që kryesisht vijnë nga paratë e narkotrafikut, por edhe të korrupsionit, të cilët në vitet e fundit, siç e shohim, domethënë skandali. Kështu që i pari ky raport i qytetarëve në raport me çmimet në tregje shqiptare, që do të thotë nuk ka një përputhje. Domethënë është vetëm një vend ku njerëzit vazhdojnë largohen në shifra shumë alarmante dhe ndërkohë çmimi i strehimit rritet. Po. E kupton që prapë nuk ka në mënyrë astronomike dhe që do të thotë që nuk ka një logjik normale të një tregu, të një ekonomie tregu. Nga këtu fillon, nga këtu është gjeneza. Më pas, të themi, kur ndodhin kriza ndërkombëtare, kur tregjet janë në krizë edhe shkaktojnë rritje të çmimeve, sidomos të faktorët bazë që rrit një farë mënyrë gjithë çmimet e gjithë zinxhirit, që është nafta. Në qofse në vendet të themi të rajonit, qeveritë e përgjegjshme, duke qenë se kuptojnë që gati është e papërballueshme për qytetarët dhe punojnë në funksion qytetarëve, marrin masa drastike deri në heqje taksash të përkohshme, ulje akcize gjitha më radh, qeveria jon shef si oportunitet për të mbledhur më shumë taksa, sepse rritja e çmimit si pasojë të shumë taksa të cilat janë në raport me volumin e taksave të mbledhura, që do të thotë më shumë para për tendera. E kupton dhe në një farë mënyre minimalisht qeveria jon minimalisht nuk ka reflektuar të paktën këtë koncept. Pra po na peshkon ditën e hallit. Po, domethënë qeveria po sillet si një kompani e cila është monopol. Okej. Dhe po rrit të ardhurat në këtë moment ndaj qytetarëve të tyre. Ndërkohë që
Dhe ky është gjithë problemi dhe gjithë raporti i tregut në Shqipëri. Kështu që mendoj që ka nevojë për një zgjidhje të thjeshtë, pama për një zhvillim shumë të gjerë dhe strukturor në treg dhe në gjithë sektorët të cilët përbëjnë në thelb tregun ekonomik apo raportin e çmimit e konsumatorit me furnitorin ku vendoset çmimi. Ribaj, duket sikur po shkojmë në një situatë gati ekstreme. Përveç varfërimit që duket sikur kemi një lloj eksperience me të, a shihni diçka ndryshe ke sjellja e tregjeve dhe çmimeve Luhatis? Çështja që ndron që efekti është kompleks dhe nuk mund të jetë kaq i lokalizuar. Fakti është se ne jemi në rastin e një inflacioni të importuar për shkak të këtyre krizave. Problemi që ndron që kjo është edhe për vendet e tjera të rajonit, nuk është vetëm për Shqipërinë. Çfarë masash merren në vend që të amortizohen pikërisht këto goditje. Ky është problemi kryesor. Dhe ndër masat që duhet marrë nuk mjafton të kemi një bord transparence, i cili presupozohet se do të krijojë një reduktim apo një ruajtje, një kontroll të ecurisë së rritjes së çmimeve. Sepse nëse do të ishte e tillë, atëherë mbrëm konkretisht kemi pas rënje të çmimit në bursë, por duhet automatikisht sot në mëngjes duhet të ktheheshim me çmime të reflektuara të naftës së reduktuara. Rënje serioze. Absolutisht rënje serioze. Kështu që ku qëndrojnë këto institucione duket sikur jemi në faktorin e fasadës. Ndërkohë do të thoja ndryshe, nëse ne ballafaqojmë me një rënje të konsumit për shkak të rritjes së çmimeve, që do të thotë banorët, shqiptarët do të blejnë gjithmonë më pak. Dhe në afat shkurtër jam dakord që shteti është kthyer thjesht aplikon rritje të grumbullimit të taksave sepse rritja e çmimeve automatikisht gjeneron të mbledhura të ardhura më shumë për qeverinë. Por kjo është një fitore në afat shkurtër e qeverisë. Ndërkohë që konsumohet sepse në afat gjatë ajo do të jap efekt shumë të lartë goditës në ekonomi. Dhe sipas gjithë ushtrimeve, duke qenë që konsumi është faktori kryesor në GDP-n e vendit, që shkon tek 70% i saj, atëherë do të japi një efekt zinxhir në të gjithë goditjen e të gjithë faktorëve të tjerë, që do të godasi biznesin retail, që punësohet dhe mbijeton përmes shitje me pakic, që mbijeton bazuar në këto lloj vetëm të volumi konsumit. Patjetër, do të japi më pak investime prej tyre, do të japi më pak të ardhura dhe taksa të mbledhura nga vetë qeveria më mbas. Dhe kjo jep një efekt diku tek 3.5% rënje, pra një 5% rënje në konsum, automatikisht do të godasi në një 3.5% rënje në GDP. Ndërkohë që 3.5% po, ndërkohë që ne flasim për një inflacion i cili automatikisht do të marrë rritje, që do të thotë ne jemi diku te 3% që sot, ne do të rezultojmë jo më me rritje reale, për të qenë korrekt, por do të jemi në zonën negative. Pra efektet nëse pikërisht çështja qëndron jo tek momenti, por se sa në mënyrë afatgjatë qeveria është duke menduar për zhvillimin e ekonomisë. Çfarë lloj amortizatorësh krijohen që ne të kemi realisht një rritje ekonomike dhe jo thjesht fasad. Nuk më duket sikur nëse i referohemi deklaratave të kryeministrit apo edhe të profesionistëve vetë, nuk më duket sikur kemi të bëjmë me këtë. Bordi i konkurrencës, autoriteti i mbikëqyrjes tha, doli me një gjetje, tha thjesht mos e hani. Ishte pak a shumë si Maria Antonieta. Nëse s'keni buk, kputjani me croissant apo me baguette, me fruta. Qa deshte Maria Antonieta para se t'i prisnin kokën. 24 orë para ishte kjo, para se t'i prisnin kokën, nëse ju kujtohet nga historia. Çështja është, nuk po i shohim këto mekanizmat implementuar në raport me tregjet, shohim vetëm fjalë deri tani. Shpesh ne as nga ato fjalët që konsumonin, se më kujtohet 2008 kur plasi kriza, Berisha bënte apel për konsum që mos ta ndjente tregu. As këto fjalë s'po i dëgjojmë. Çështja që ndron do të thoja se ne duhet të përfaqësojmë me institucione, jo me individ. Okej. Që do të thotë institucionet që janë dhe duhet të funksionojnë në vend, duhet të mbajnë përgjegjësinë e tyre individuale dhe mos të jemi të gjithë të fshehur pas një bordi. Ku merren vendimarrje kolegjiale për mos thënë jam unë, ky apo ai. Në këtë pikë të gjithë ato institucione që kanë specialistë, nuk mund t'i mohojmë, duhet të përcillet, duhet të dëgjohet mendimi i tyre. Të mos ngelemi pas një personi të gjithë. Çfarë thot ai dhe e tha Perëndia. Po s'po flet njëri. Pikërisht, sepse ky është marrëdhënia mes tyre, duke e bërë të tillë që të kemi një kompleksitet
të ndodhive të ngjarjeve duke menduar vetëm në afat shkurtër. Ne kemi vetëm një industri që po duket sipas asaj edhe asaj matricës BCG nëse ne do ta shikojmë për ta vendosur në analizë ekonominë e Shqipërisë. Kemi një industri turizmi e cila jep shenja të mira për të ecur përpara, por kemi një problem shumë të madh në bujqësi. Si mund të kesh turizëm pa bujqësi? Që do të thotë, ne rrezikojmë që të kemi element të treguesve të cilët do vazhdojnë të simulojnë importin dhe të godasim eksportin. Që edhe treguesit e fundit të dhëna të publikuara treguan për një krizë të dukshme, të frikshme në këtë drejtim. Ishte rekord i deficitit tregtar në bujqësi. Eksportet vinë rënje me rënje të panjohur më parë dhe importet me ritme të panjohura gjithashtu më parë. Po ka disa periudha, disa tremujor rresht që ka një rekord në raport me deficitin tregtar. Dhe pra s'na duhen më fshatarët tanë. Po në bujqësi patjetër, po kjo ka shkuar në gjitha sektorët e përveç se energjisë, në gjitha sektorët e vendit. Por bujqësia, cili është sektor jetik dhe gati kontribuon në 20% mos gabohet të GDP-s, gjithmonë të kuret çdo 3 mujor po pëson një të kurje të fortë dhe patjetër që kjo vjen si raporti i programeve të qeverisë. Kur po diskutojmë këtu për bordin e transparencës, të gjithë njerëzit që mund ta ndjekin pak me vëmendje kuptojnë që ai është vetëm një mjet propagande për të mos patur asnjë farë reagimi. E gjithë problemi është me qasjen. Me qasjen dhe me programin dhe me modelin ekonomik që qeveria ka vullnetin për ta ushtruar të themi nëpërmjet ekzekutivit, ku t'i jap mundësi vendit të zhvillohet. Dhe e them dhe e rithem, modeli ekonomik që ka zgjedhur zoti Rama prej kohësh është modeli i pastrimit të parave. Një model ekonomik i cili në një periudhë shumë afat shkurtër të sjellë një fakt zhvillimi ekonomik, por shkatron gjithçka më pas. Dhe ky është problemi në thelb. Bëj sa duash borde transparence, të cilat në thelb vetëm transparencë nuk bëjnë. Bëj sa duash operacione të befta vetëm për show, e cila nuk ndryshon në mënyrë strukturore, tregu nuk ndryshon në mënyrë strukturore për qasjen e ekzekutivit ndaj tregut dhe ndaj qytetarëve dhe konkretisht ndaj sektorit bujqësisë. Çfarë po ndodh me sektorin e bujqësisë? Çdo ditë që kalon, ata është sektori më i diskriminuar. Çdo ditë që kalon është sektori i cilit nuk i jepet kujdes. Çfarë ndodh konkretisht me të themi me sigurinë ushqimore? Me sigurinë ushqimore, sot që ne flasim, nuk ka një asistencë të mirëfill, nuk ka më shumë fonde që qeveria t'ia dedikoj të themi dhe kapitullit të fundit të Bashkimit Evropian që lidhet me dhe e kemi në fakt mikun tonë të sigurinë ushqimore, po të lutem. Kështu që në këtë aspekt e gjitha ka të bëj me mendsinë të qeverisurit. Dhe nuk ka të bëj që ne të marrim në analizë as bordin e transparencës dhe as në një drejtori për kase në të themi Ministrinë e Bujqësisë. Është emra të përveçshëm, patjetër se ata përfaqësojnë frymën e qeverisjes. Por e kanë fjalën jo këta të drejtorët e vegjël apo të themi anëtarë të bordit transparencës. Ja qoftë. Granit Sokoli është me ne, kolegu ynë, veçanërisht kritik në çështjeve të sigurisë dhe konsumatorit, mbrojtjes së konsumatorit. Granit, ka ndodhur një gjë e çuditshme. Janë shtuar importet, po marrim nga vende që presupozohet kenë mbrojtje, mbështetje, kontroll dhe standarde shumë lartë se ne, por ndërkohë në tregjet tona përveç se po marrim ushqime me çmimet më të larta ndonjëherë, cilësia e produkteve gjithashtu duket se është më shqetësuesja ndonjëherë. Nga nafta te domatja. Pse po ndodh kjo, Granit? Atëherë, mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi që dëgjova dhe dy të ftuarit i përshëndes, sidomos referuar bisedës tonë të fundit, Flavio, kur kemi qenë para disa javësh, edhe Regel si e ka bërë monopol në Partinë Demokratike të çështjeve të bujqësisë. Ja akuzova që në fillim e ka bërë monopol. Ja, ishte vetëm batut, shikon, ne ndodhemi në tregjet tona reflektojnë situata të tilla. E para sepse bujqësia ka vite që është në rënje dhe e ka rënë poshtë 19% të prodhimit brendshëm bruto në totalin e saj. Tregjet tona reflektojnë çmime sepse çmimet e sotme nuk janë lidhura nga nafta, mendoj unë janë absolutisht abuzive. Çdo domate apo produkt tjetër i prodhuar në Shqipëri apo nga importi Turqia apo Greqia
nuk është impaktuar nga çmimet e sotme të naftës apo nga 28 shkurti e nevim, përveç se pak në transport, po jo në përpunim në prodhime të tjera. Du ta ndaj pak në dy gjëra. Spari aktualisht po lidh gjithmonë me çmimet e larta, nuk po flas fare për cilësi apo siguri ushqimore. Kemi dy prodhime. Tashmë ka nisur dalin treg edhe prodhimi shqiptar, pra kryesisht tomate dhe pak të tjera, me çmime shumë të larta. Dhe po e them arsyeën, edhe këto nuk ndikon as nga lufta në Iran, as nga kanali i Hormuzit, as nga nafta, por fermerët domatet sot shiten me shumicë nga fermerët sipas varietetit nga 200, 220, 250 deri në 350 lekë për kilogram. Të reja që po flas. Dhe kjo nuk ka lidhje me naftën as me rritjen e çmimeve të inputeve bujqësore, por me faktin që ata u përmbytën 2 herë këtë vit, u dëmtuan 2 herë prodhimet e tyre, nuk u subvencionuan, nuk u mbështeten financiarisht dhe me këto çmime ata po rikuperojnë humbjet e dy përmbytjeve. Nëse dëgjohen. Po. Në lidhje me çmimet e importit, pastaj këtu çështja është edhe abuzim tregtarësh në import, edhe abuzim shitësish në tregjet e mëdha, dhe abuzim shitësi me pakicë. Unë dje publikova një listë çmimesh për disa produkte që nuk është e datave të fundit, por është mes 10 dhe 20 marsit, ai që ma dërgoi nuk e dinte datën fikse, por është mes 10 dhe 20 marsit dhe domate është organizohet me 50 cent. Dhe në tregjet tona mes 10 dhe 20 marsit kanë qenë minimumi 200-250 lekë. Kështu që unë gjykoj që ne kemi abuzime, por gjithmonë tregjet tona reflektojnë situata të tilla kur janë totalisht jashtë çdo kontrollit mundshëm monitorimi. Sigurisht bordet, ne nuk kemi bord për ushqimin, por në vitin 2022 nuk gaboj kur krijua, nëse jam i saktë 2022-shin, pas fillimit të konfliktit në Ukrainë, bordi i çmimit të ushqimit nuk u mblodh vetëm një herë dhe nuk u mblodh më kurrë, e sigurisht nuk vendosi asgjë. Sigurisht kjo është kërkesë ofertë, njerëzit patjetër që do kërkojnë, dhe prandaj është njërë pa mekanizma mbikëqyrës tregu për çështjen e çmimeve, por njerëzit do kërkojnë sepse do ushqejnë, do jetojnë, madje tashmë do mbijetojnë sepse nuk bëhet fjalë për jetesë, të mos një pjesë e shtresës mesme të madhe dhe kjo është fatkeqësi dhe shtresa e varfra të shoqërisë. Jemi në këtë situatën kur çdo kush që qohet në këmbë tenton të abuzojë, mundohet të abuzojë, veçanërisht me çmimet dhe pa kurrë kontrolli. Nga ana tjetër nuk duhet të harrojmë që ne jemi vend që nuk po injektojmë diçka në sektorin e bujqësisë për shkak të krizës, Greqia u deklarua para 3 javësh apo një muaj që do injektojë 300 milion euro. 200 milion euro deklaroi ministri Kosovës para 3-4 ditësh apo një javë. Serbia po ashtu, Maqedonia e Veriut po ashtu me 200 milion euro. Që ne jemi në mëshirë të fatit dhe fermerët tanë kryesisht, se ne nuk do mbetemi pa ushqim, por me kosto shumë të larta dhe fermerët tanë po dëmtojnë. Me kosto shumë të larta, ribaj dhe moçollari. Pra ajo që dëgjuam nga Sokoli ishte me qetësi, por të nditse. Nëse mund të bëhet një moment. Po. Unë gjykoj që në vijim prodhimi vendas shqiptar do të jetë edhe më i shtrenjtë në muajt në vijim. Sepse e përmenda që ky prodhim i sotëm që është i shtrenjtë i vendit tonë është vetëm për të rikuperuar kostot e 2 përmbytjeve. Po mos harrojmë që urea që vjen nga Egjipti kryesisht ka arritur çmimet thuajse të 2022 kur nisi konflikti në Ukrainë. Inputet tjera bujqësore po ashtu. Tash me karburante, sepse në këtë periudhë do punohet me karburante me çmim aq sa e dim të gjithë dhe pas subvencion për fermerët. Gruri besoj do jetë edhe më i shtrenjtë sepse megjithëse tani fillon të del prodhimi, po kostot e transportit dhe çfarë po ndodh, gjithçka do ta arrisë prodhimin tonë të vendit të paktën, sepse tash nuk prodhohet me produkte që janë impaktuar dhe që importohen dhe që janë impaktuar nga konflikti në Irak. E kuptoj. Ribaj, e kam këtë pyetje në 2 pjesë. Për mënyrën se si reagojnë tregjet e dëgjuam nga Granit Sokoli që secili po vjedh sa të mundet, këtë mundet. Si reagojnë konsumatorët dhe a buron kjo nga ndoshta mund tingëlloj dhe politike, mos e merrni ashtu, mund vlerë për moçollarin, a buron nga fakti që tregu percepton që
pushteti, ata që kontrollojnë autoritetet janë lëshuar në çik pa duar? Po, ne kemi një fakt tjetër që konsumatorët në momentin e ngritjes së çmimeve ulin konsumin. Pra, po nuk e zerron dot se. Po, do jetosh si të qoftë. Do të jetosh, po do të jetosh me një minimum jetik i cili shkon gjithmonë edhe duke kufizuar mundësitë e të jetuarit në mënyrë normale, se ky është çështja. Pra, sot kemi konsumatorë që shkojnë dhe vetë shitësit me pakic nuk i blejnë këto produkte, sepse e dinë që nuk do t'ju shiten. Pra jemi një situatën ku shitësi me pakic e kupton që nëse do marrë atë produkte, ai do të ngelet aty dhe të shkoj në humbje. Nga ana tjetër, gjithë çështja lidhet pikërisht me problemin që mendoj unë ekonominë tonë nga institucionet dhe qeverisja, dhe unë jam apolitik në këtë pikë, por më intereson si ekonomist që mendohet sot për sot. Ky është problemi kryesor. Pra nuk mendojmë në afatgjatë se kush do të jetë. Problemi që ne na shfaqet sot dhe do vazhdoj të përkeqësohet është sepse duhet kishim menduar që 5 vjet apo 10 vjet më herët për të menduar mos e çuar në një pikë të tillë ku të abuzohet nga të gjithë. Ku edhe ai fermeri i cili është përmbytur apo s'është përmbytur, apo ai ndërmjetësi që e blen te fermeri dhe sjell tek shitësit me pakicë, kontrollohet apo nuk kontrollohet, apo ka ngeli vetëm sepse ka falimentuar gjithë të tjerët, me një suport apo me një mënyrë tjetër të mekanizmeve që funksionojnë. Kjo e gjitha na çon në këtë drejtë ku jemi dhe që ndoshta do të vazhdojmë akoma më keq. Ku edhe vetë ato që quhen bizneset më dha apo oligarkët, i quajmë si duam, dhe ata kanë filluar ta ndjejnë si problem. Sepse çështja nuk mund të jetë kaq e shkëputur dhe kaq e ndarë dhe të ndikojë vetëm më plasi mua apo vjedh unë. Sakt, sot për sot. Këtë mund ta bëj një punonjës në një institucion shtetëror që do mbush çantën, do ta hedhin sut dhe do të ikin dhe ai në emigrim. Por për ata që duan dhe kanë investuar në këtë vend, duhet menduar dhe duhet të ishin shqetësuar më herët, ku kanë filluar të thuhet tani edhe një raport të Bankës së Shqipërisë për emigrimin e lartë të popullsisë, rënien e fuqisë punëtore, e cila automatikisht rënien e fuqisë blerëse. Rënien e fuqisë blerëse, bravo, dhe konsumit. Pra efektet janë shumë zinxhire. Ekonomia është një qenie gjallë që nuk mund të zgjidhet me shkop magjik dhe nga një individ. Prandaj gjithmonë e them, sado i Zotit jetë ai që ne kemi në krye, duhet të pyeten dhe të merret me ndihmën e specialistëve. Dhe imagjino kur nuk është i Zotit. Por nuk do të fuste kjo pjesë. Nuk është puna ime. Nuk do të fuste kjo pjesë mutullare. Për të trajtuar se po diskutonin pikërisht dhe për një ekonomi ku ka fuqi blerëse, ku janë largu, të themi, fuqia e punës dhe mbi të gjitha ku është larguar truri. Se ky është problemi më i madh, i cili hetem te mediokracia këtu. Po patjetër, i cili pasi largohet, edhe në rast se bën zhvillime shumë të mëdha, atë kthimin në vend e ka pak më të gjatë, sepse ai shkon për shtatet, truri shkon për shtatet në tregjet e tjera. Dhe ky është dëmi më i madh që po i ndodh vendit. Tani e para në disa kontekste. E para kemi të bëjmë sot aktualisht me një perceptim real brenda qeverisë dhe të gjithë administratës, por dhe jashtë saj që Shqipëria nuk po qeveriset më. Po merret me problemet e tyre në vetvete të korrupsionit dhe me hallet brenda vetes dhe me luftën brenda vetes, prap domethënë kush se do të shkojë përpara drejtësisë, i pari apo i dyti. Dhe ky është problem në thelb dhe problem më vete. Ndërkohë kemi të bëjmë nga krahu tjetër me një pasiguri të madhe të tregjeve dhe qoftë investitorëve, qoftë konsumatorëve. Kjo prodhon një situatë ku gjithë secili do të kapi pjesë për të krijuar sigurinë financiare, pasi të gjithë janë në një mënyrë apo një tjetër në një ekonomi tregu janë raporte pasiguri cilësore. Po pikërisht pra, po gjithsesi. As lekës na dalin, po dhe kur na dalin me blerë dëgjoj është po pikërisht. Është pesticid i gjallë. Dhe në këtë kontekst prandaj po prodhohet e gjitha kjo situatë që e para çmimet po vazhdojnë po rriten, që pse shkojnë në situatën që të kapin çfarë të kapin në këto momente, se si di çdo ndodh të nesërmen. Ka qenë një shprehje me Begës, po e citoj këtu, të mrekullueshmin dhe patjetër për shpirturin. Të rrym sa të rrym se qyle kemi, se nesër jemi as jemi, ka qenë shprehje lapidare me Begës. Në atë situatë jemi? Interesante që në atë situatë perceptojnë njerëzit. Dhe kjo është problem për tregun, është problem për vendin, do të ndërhyja më faktu. Nuk do të mendoja që mendojnë njerëzit, ndjes për ndërhyrjen, po
Për këtë, kështu nuk mendoj se po kështu mendon edhe ata që janë në krye të politikës, qofshin në opozit konkretisht, këtë shpesh e mendojnë ata aty poshtë, specialistë të cilët e mendojnë sot për sot të marrim ç'të marrim se nuk i dihet nesër. Dhe këta vazhdojnë dhe abuzojnë dhe pasojat më tej pse sepse nuk funksionojnë institucionet. Po sa ata më lart thonë do marrim ç'të marrim sot, se do marrim dhe nesër. Pikërisht do të krijojnë ka humbur qeverisja në thelb dhe struktura që duhet të drejtojë në një farë mënyrë të gjithë punën e qeverisë. Kështu që në këtë aspekt kam përshtypjen që çdo reagim është i domosdoshëm në mënyrë që të kthehemi sa më shpejt në një qeverisje normale dhe në një normalitet në qoftë në tregjet të themi financiare, por në tregjet edhe të produkteve bazë. Ajo që unë dua të them edhe që të gjithë duhet ta kuptojmë, ne jemi i vetmi vend ku importet rriten në mënyrë çdo muaj ka më shumë importe se sa muajin e kaluar apo se sa të njëjtën periudhë një vit përpara. Dhe jemi vetmi vend ku leku dominon ndaj euros, ku ndërkohë teorikisht ty duhet më shumë para që të blesh mallrat në Bashkimin Evropian, të duhet më shumë euro, dhe ndërkohë vazhdon leku fuqizohet ndaj euros. Kështu që këtu koncepti i tregjeve ka rënë. Dhe përsa koncepti i tregjeve ekonomike dhe koncepti i ekonomisë së tregut, do të thotë që tregu në vetvete ka një problem rrënjësor që lidhet me mënyrën e qeverisjes. A jemi në ekonomi centralizuar? Si ajo komuniste po me emra privat? Sot ne i kemi vendosur emër tjetër e quajmë ekonomi të kombinuar. Por që do të thotë që që normalisht nuk kemi më një ekonomi të tregut të pastër apo të centralizuar të pastër, por kemi një kombinim të tyre, ku roli i shtetit është aty ku ka lekë është ekonomia centralizuar, te këto që s'na plas lërit të britën me një tjetër. Por nëse do të donte të funksiononte, se pra siç e tham, mungon njohuria me dashje apo pa dashje, nuk e këtë se ndaj dot. E liga se shkurt pa dashje, po ha. Okej, e cila në afat shkurtër mendohet se janë avantazhe po fitojnë, por në pasojat në afatgjat realisht janë shqetësim shumë serioz. Sokole, një pyetje të fundit. Në orën 2 të natës, bota mbajti frymën se çfarë do ndodhte me tregjet mbi të gjitha, se nuk është se u shqetësuan shumë për çfarë ndodh me iranianët, se e kemi parë se si funksionon bota, saç u shqetësuan për palestinezët. Pyetja ime është, nëse nuk do ishte arritur ky armpushim dhe praktikisht ky fitore për paqe në botë konsideroi Donald Trump në një reagim të para pak minutave. Shqipëria sa gati është për të përballuar një ndërprerje të furnizimeve nga jashtë? Nuk ka, nuk vjen më as gruri, as gjë tjetër. Jemi vetëm ne dhe njëri tjetri. Ne 5 kokrat që kemi ngel këtu. Ne nuk kemi kapacitete prodhuese të ushqimit për të shkuar gjatë ose më saktë shumë shkurt. Pra sigurisht nuk mund të përballohet jetesa e shqiptarëve në varësi të në punën e shqiptarëve. Flas në bujqësi dhe blegtori. Sigurisht ne jemi absolutisht varur në 4 stinet e vitit 365 ditë nga importi. Prodhimi jonë është minimalist, ne nuk jetohet me fruta dhe perime, edhe nëse do të kishim për gjithë popullatën, dhe ka në fakt fruta e perime, por nuk jetohet vetëm me ato. Kështu që patjetër që situata të tilla, shiko, unë pas herë sinqerisht mendoj si qytetar them po vërtet nëse do bllokohej. Do ndodhte një krizë e tillë globale që nuk do kishte ushqim. Do fillonin të hanin barë, sa do milion shpëgjenim nëse do kishte mbetur i copë tokë nga asfalti, por vërtet do të ishte të rrezikuar. Të ndryj pak. Dhe demokratë vështirë kemi ta bëjmë. Ndjesë nga që kemi kështu, jemi online dhe ndoshta unë e ka përvonesë për flet. Jo, për batut dhe demokratë vështirë kemi të ta mbar. Kështu që kam përshtypjen të ndryshojnë të realitet para se shkojmë deri të hasmit. Por ne mund të përmendja diçka tjetër aty e prekum pak zoti Ribaj, që kur flasim për konsum dhe konsumator nuk ka lidhje vetëm me çështjen e ushqimit, por rritja e produkteve ushqimore e cënon konsumatorin në gjithë ekzistencën e tij. E privon nga shumë shërbime të tjera që duhet t'i paguaj, e privon nga një palë pushime për familjen e vet, e privon nga një blerja e një rrobe të mirë për fëmijët e vet, e privon nga përdorimi i kondicionerit për të freskuar tani e mbrapa në verë.
e privon nga ngroja e shtëpisë në dimër qoftë me energji, qoftë me gaz. Kështu që jemi në këto kushte për shkak të gjithë politikave qeveritare. Patjetër dhe diçka ndoshta pse nuk e di limitin e kohës, çfarë do duhet bërë të paktën. Shqipëria nuk ka një kopër ngryer rezervë sot. Rezervë shteti. Nuk ka 1 litër vaj rezervë shteti, mund të ketë disa batanie ushtrie tek rezervat e shtetit për ndonjë rast tërmeti apo çadër për të futur njerëzit, por asgjë tjetër. Dhe kjo mundësi është i ofruar dhe duhet të ishte, sepse rezervat e shtetit edhe në rastin nuk po them për mungesë ushqimi, por për rritje çmimesh, ato injektohen në industrinë respektive dhe çmimet. Ne nuk kemi një shport, cilat janë produktet e shportës, dhe mbi to të ndërhyej për të një TVSH apo një subvencion, nuk e di se në shmyrë, po TVSH-ja do ishte zgjidhja më e mirë. Edhe kjo pastaj e monitoruar, se ne kemi edhe uljen e TVSH-s për turizmin në akomodim, dhe çmimet nuk u reflektuan në fakt në kosto në çmim për konsumatorët. E kuptoj. Sokoli, sidoqoftë regjistrimin e yllit bufit e kemi, kur të vi momenti do të themi edhe 6 ditë bukë. Por deri atëherë le të shpresojmë që buka të jetë mbi të gjitha e përballueshme për shqiptarët. Urojmë që kur jo. Unë kam qenë student atë kohë dhe kam shenjë një prej gishtave duke u shtytur për të marrë atë copën e bukës. Ajo do të ishte. Ti kujton se jemi larg ajo? Vërtet mendon se jemi larg? Në mënyrën e të trajtuarit po filloi të jetë llafi për tollonin, je shumë më afër, se ç'mendon dhe kjo nuk ka nevojë për ekonomist, kjo do pak një gazetar që mendon në mënyrë kritike.